Pas më shumë se 3 dekadash nga ndryshimet e sistemit politik në vend, ishte përndjekurit politik vjojnë të mbetën një nga grupet që sipas tyre nuk kanë marrë ende vëmendjen dhe trajtimin e duhur institucional. Mes tyre ngrihen sërish zëra pakënaqësie për mosbatimin e plotë të dëmshpërblimeve të parashikuara që në fillimet e tranzicionit. Kështu deklaron Filip Guraziu, nënkryetari i shoqatës kombëtare të përndjekurve politik. Guraziu thotë se klasa politike nuk i përfaqëson ashtu si duhet. Sipas tij, edhe pse kanë kaluar 35 vite, mira ishte përndjekur ende nuk e kanë përfituar dëmshpërblimin e premtuar, duke e konsideruar këtë një padrejtësi të mbetur pezull ndër vite. Klasa politike nuk na përfaqëson ashtu si duhet ne. Kemi pakënaqësi të mëdha. Karshi tyne, mendoni, atë dëmshpërblim që e kanë vënë para 35 vjetëve, ala sot mia persona nuk e kanë marrë. Përveç tjerave, që janë edhe gjëra tjera, po jemi të pakënaqur nga mënyra se si janë trajtuar të përndjekurët politik.